Përshëndetje miq të dashur. Sot do të intervistojmë një person i cili do të na tregojë për punën e palodhshme që ka për artin, po ashtu edhe për dashurinë që ka për të. Për këto edhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jon. A mundesh më na fol pak për piktura, që sa ku merresh me këtë punë dhe ku e ke vrejt veten që je i lindur për art? Edhe unë fillimisht ju dëshiroj se ardhjen në art galerinë time në miniaturë, do theja, edhe ju dëshiroj se ardhje në familjen time, juve dhe televizionit juaj DTV. Faleminderit shumë për mirëfillim. Sigurisht ju falenderoj për interesimin që shprehni për artin, në përgjithësi për kulturën, jo vetëm të unë që keni ardhur, po unë ndjek emisionet e juaja, edhe shoh që ka një shprehje dashurisë për artin dhe për kulturën në emisionet e juaja. A mundesh pak më na fol pak për jetën tonë në përgjithësi, ku e ke vrejt veten që ti e don artin? A është kjo punë e lindur apo në vazhdimsi e sheh veten që ti e don çet punë? Tash kjo pyetje Kjo është edhe pak si punë e bukur, edhe pak punë. Kjo pyetje tash nxjerr detyrime që kanë tazam duke filluar nga prindet që në periudhën parashkollore e vrejnë ato shkarravinat e para të fëmijëve. S'ka familje që s'ka fëmijë të vogël edhe ai fëmiu ato përpjekjet e para i bën qoftë me laps, qoftë me çka i vjen dorë, me thupër, me guri, me domethënë atë që e ka një botë të brendshme shpirtërore përpiqet në atë mënyrë me shpreh përmes vijave. Nuk do me thonë që të paraqet figurë më njerë, por me anë të vijave, simboleve, fëmijë tregon që ka një prirje dhe ka një diçka të lindun për si talent. Normalisht më vonë periudha tjera, më vonshme, na në bisedë edhe pak më parë e biseduam që përgjegjësi direkte për fëmijën bie mbi mësuesin. Mësuesit kanë përgjegjësi të madhe sepse ai në një orë mësimore të azam 45 minuta të secili nxënës vren kush e ka vijën më elegante, kush e ka shkrimin më të bukur, dikush e ka shprehjen më të ashpër. Aty e shprehen secili atë botën e vet, atë intelektin e vet si fëmijë. Edhe mandej mësuesi i mirëfillt e ndjek fëmijën në punën e vet deri ta dorëzon ta zam që e kryen një cikël, mandej vijnë cikle tjera, derisa vjen fëmiu, po e quaj fëmijë, kushtimisht derisa të vjen fëmiu në atë rrugkryqin ka të shkoj me studiu edukatën fizike, shkencat, gjuhën, muzikën, artin. Ti besoj që e ke pas vështirë se ti veç e ke ditë çka ta don zemra jote dhe veç ke vazhdu me art. Për fat mirë na në këtë pjesën tonë këtu ku jemi, në këtë lokalitetin e Ujmirit, e kemi pas një shkollë për atëherë ka qenë shkollë eksperimentale, në shkollë për 1500 nxënës, me kuadra shumë të forta prej PS, pjesa dërmuese e kuadrave mësuesve dhe arsimtarëve kanë qenë të PS. Vinin me Trenulton, këtu kom pas një Ibrahim Agic ka qenë një arsimtar i artit, i cili e pat shëndru shkollën fillore pat shëndru në një lloj qyteti të artit, korridoret, obori shkollës, me piktura, me instalacione, me gjana. Edhe kështu fëmiu, jo kopjan bukfalisht, por fëmiu tash ndikohet pozitivisht, edhe merr pak shembuj të arsimtarit. Prej këtu ka qenë edhe kuadrat si ka qenë Osman Gashi Njor, edhe arsimtar i artit, edhe dramaturg, edhe aktor i mirë, edhe ai më ka thënë mësim, kështu që të gjitha ato domethënë ndihmesat i kam pas prej kuadrave të arsimit shkollës fillore. A ka pas rast për shembull kur e ke pa profin tu pikturue dhe
ti sikur detajist i këtyre gjanave e ki vrejt që ndoshta ka bu gabim dikun profesore? Ato zakonisht vrehen në tabelën e zezë, thëshim drasa zezë për para. Edhe nëse nuk është tepër për ju të regoj një ngjarje që ka ndodhë me një mësues, i cili nuk ka pas talent për vizatim. Ndërsa ka pas për detyrë që fëmijëve të klasës parë t'ju paraqes, t'ju jep si detyrë me vizatu lopën. Edhe ai shkreti mësuesi ka provu në drazë zezë me dhanë formën lopës, me brira, me kështu, me përvëm. Edhe gati ora ka shkuar, s'ka arrit qëllimin me bë, që është me demonstru, sepse fëmija gjithmonë lypen demonstrojnë për mësuesit. Edhe në fund gati pa u kry ora, e përfundan dyqysh me faqe zezë, edhe një nxënës prej fundit klasës thotë, mësues, nuk është lopë kjo. Edhe ky tash nxjerrët ngushtë mësuesi, i thotë, kjo është lopë e Amerikës. Më falni se po me qesh pak po. Do të thonë, kur i kujtojnë këto kohra janë shumëtarta edhe nuk harrohen asnjëherë. Ndërsa ne e dim gjithë që ti ki 50 vite eksperiencë në këtë punë. Po ashtu ti ke qenë edhe profesor. Sa e vështirë, tu e pas parasysh që ti vetë ke qenë nxënës. Edhe kur u bune profesor, a mundesh me t'regu çfarë ndjenje ka qenë me i mësu pastaj nxënësit e tu? Puna e parë kom provu mos mi përsërit gabimi që i kam bërë tjerët para meje. Ajo ka qenë një moto, ose një detyrë që gabimi që i kom bërë të ish nxënësit, të ish mësuesit e mi, ti evitoj dhe ti jem më ndryshe. Për fat mirë, lënda e vizatimit ose artit figurativ, që është quajtur edukat figurative me plot të drejtë, sepse aty ka detyrë edukatori të veproj. Lënda e artit është e paranueshme për fëmijë, sidomos për ciklin, po edhe shkollën e mesme, ndoshta gjimnazit deri në vitin e dytë, por shkollë fillore arti figurativ është i dashur dhe është i pranueshëm. Tash varet shumë se instrumentet i ka arsimtari në dorë. Si din ta organizojë një orë mësimore, me mjetet konkretizimit, me vizatim praktik, sepse fëmija don me të pa ty njerë që shpunon, me pa dhe ku shkon, mësuesi mandej ai diçka me nxjerr. Po dikush nuk është i lindur për art. Edhe a ka pas rast që dikush u mundu shumë edhe suksesi ka qenë 2 ose 3. Edhe çfarë mendimi kiti për këto, për shkak se dikush nuk e don këtë punë ose nuk e sheh veten aty, edhe suksesi është 3 ose 2. Edhe kish me qenë gabimi më i madh nëse insistohet të fëmijët, të nxënësit, po edhe të studenti, nëse ti e detyron fëmin që ai për dëshirë tonë të edukatorit, mësimdhënësit, të punoj atë që se don ai. Ai kish më qenë gabim fatal. Sepse në parë duhet me dasht, me kultivu, edhe për me pas rezultate. Edhe ndryshe kështu shkon ajo. Na tash po flasim për këtë pjesën si pedagog, sa kam shërbyer një 30 vjet. Ndoshta 32-3 vjet. Edhe kam kujtimet më të mira prej si nxënësa thënë për bankat të shkollës. Unë tham prej brezave të nxënësve që kanë kaluar nëpër durët mia. Ka nxënës të preferuar që qatë shumë të kanë pëlqyer pikturat e tij sa të ka flejt ai nxënës në shpirt. Jo po kum pas me 10 ose me 100 nxënës që edhe sot për fat mirë kanë mbaruar Akademinë e Arteve dhe i kam kolegë të mirë, po ka. A të përshëndesin rrugën shumë, që shpije është se... Unë e kam pas problem, e kam pas ekspozitën aty ku është Ministria e Galeria Ministrisë, me 2002, tash që është, aty kam pas ekspozitimin, edhe kanë ardhur një grup nxënësa, ish nxënës, po tash student. Edhe më kanë puth në 2 faqet. Unë kam qenë me nusën, me gruan teme, kam qenë me vjollcën, edhe gati na u kriju një skandal aty. Se xhelozia. Pse po pra? Jo, unë jam
Është ndjenjë sigurisht e papërshkrueshme kur nxënësit e tu vinë edhe të përshëndesin. Fiks, nuk mund ta përshkruaj sepse ndjej aq mall për ish nxënësit e mi edhe studentat sa trupi mbështetet edhe i dur jashtëzakonisht shumë. Nëse i krahason gjeneratat prej gjeneratës, nëse po flasim për gjeneratat sot, a çfarë ndryshimi është? A ka ndryshu? Njeriu si qenie njerëzore është i prirur me bën ndryshime. Ashtu. Domethënë, na nëse nuk ndryshojmë, nëse nuk e nxomë hapin me zhvillimet, me trendet e zhvillimit modern, tash teknologjisë edhe teknikës së krejt, na kemi ngel mbrapa. Unë e kuptoj shumë këtë ndryshim, por nuk e kuptoj lujen me profesion. Ta zam, në shkollë fillore dhe të mesme në një mënyrë ki detyrim për shkollë, ndërsa në fakultet kërkush nuk qënë me zërë. Aty ki përzgjedh vetë edhe, aty, kur ta përzgjedhësh vetë, atëherë duhet me trup, me qenien shpirtërore, me krejt, me qenë aty i pranishëm. Mja kushtu jetën sikur për bëjnë një krasim të keq, ndërsa jo të keq, po jo të përshtatshëm si atë dheut. Atë dheut duhet mi apull dorën e me nderu, me respektu edhe profesionin gjithashtu, sepse ti e ki zgjedh vetë. Normalisht. Edhe në qoftë se prej një profesionistit mirë del një pedagog i keq, ajo është dam i madh. Dam i madh, sepse ty kret një brez ta qenë dam ai ashtu. Ai nuk mundet me dhoma shumë sa për vetin. Unë këtu po shoh shumë piktura dhe gjithë e cila më e bukur se tjetra. A mundesh me më tregua, ka pas rast që ndonjë pikturë nuk e ki bu me qejf, ose ka qenë shumë e mundimshme për ty, ose atë çlodh, ata hek lodhjen piktura? Kjo fjalia e fundit do t'ishte detyruese. Domethënë, arti është për me të shlodh. Arti është për me shkarku një ide që e ke bart me vite, tash ti e zbraz, po pra, edhe shëndrën në art, e shëndrën në vlerë. Të pjesa pare pyetjes, a ke pas rast që ndonjë pikturë nuk ka shku shumë herë. Shumë herë. Edhe ajo është pjesa ma e mundimshme për një krijues. Krijuesi e ka vështirë, sikur ta zëm po e krahasoj me një formulë matematike ose një ekuacion, kur nuk shkon, nuk shkon ka njerë edhe krejt vjen poshtë. Janë disa, po për ata krijuesi gjithmonë duhet me qenë si arkeologu, gjithmonë me gërmu veten. Jam për këtë punë, apo s'jam për këtë punë? Jam kjo temë po më shkon, kjo temë s'po më shkon. Është mirë të krijohet një stil, një dorë, se ju si keni arë këtu e keni pa që këtu ka punu një dorë, jo dy dorë. Unë e hupa për i bukurisë piktura. Është mirë, kjo normal që arrihet me punë, me punë përvojë. Po, a ka investim të madh piktura, të e pas parasysh që janë gjana që duhet pa tjetër me u bleq ato, për shembull, ngjyra duhet me qenë ma shumë si originalja, sa ti mos me vrej që është piktur, po ma shumë mu më shkoj syni që ke foto, dhe thash, qysh është e mundshme mu dok si kur foto, kur ti dora jote e ka pikturu. Do me thonë, u befasova. Një për që manzore këtë pyetje shumë interesant, që i duhet është aktuale dhe tash. Unë një periudhë kur punoja në Malishevë, në shkollat e Malishevës, atëherë ishte mizerje, gjendja edhe politike, edhe ekonomike, edhe shkollat e vjetra, nxënës ishin të interesuar, po material s'kishte. Unë, që nga shkolla artit e PS, kom pas gjithmonë motive dhe tema që më kanë shty me qitë në letër ose në bez, ose më kanë ngacmu me kryu. Edhe një periudhë, në vitet 75, 78, aty, gati të vitit 80, kam punu në material të keq. Derisa e ki je kap. Kam punu në material të keq, kartona, kolegët e mi piktore e din teknologjinë dhe din teknikën e punës, të
punosh material të keq, derdhësh djerës, mund, në një material i cili nuk ka jetë gjatë, është gabim i madh, është gabim fatal. Por mos të punosh fare, është edhe ma keq. Ma që thoi ma mirë puno diçka, E se pra, sa rrej. edhe për fat keq, tash edhe lufta i dogje ato, po ka pikturë që më pyet edhe njerë, që nuk e du shumë edhe nuk kam shumë, nuk më tërhek shumë, edhe piktura jem nuk më tërhek shumë. Nuk kam shumë asa, por. A mundesh me të regu pak, ti normalisht ma merr mendja që ke vizitu shumë vende. Cili ka qenë vendi më i bukur që ty të ka flejt shpirti aty ku je shku? Se ti, do me thonë syni yt gjithçka shë me art. A din edhe cili ka qenë vendi yt që ki thonë që tu po më flan shpirtin që të vend? Tash, mos të bëhem shumë patriot, po vendi i cili ma ka hap shpirtin e zemrën, e gojën, gjithçka, do më thonë që më kalon, pa asnjë tekst është kruja, është kalaja e krujes. Kur e kam vizitu herën e parë, flasim gjithmonë për herën e parë, Normalisht. sepse tash kur shkojmë, i dim ato kanë kujnë pikturat që janë periudhat historike, krejt ato, po vizita e parë në kalajën e krujes ka qenë, nuk kam koment, nuk di me përshkru, sepse ajo ishte ma shumë se sa histori. Mandej, vazhdoj me ato vizitat që i kam pas. Unë e kuptoj që kishe vizitu shumë vende, Itali, Molinezi, çdo vend, do me thonë. Tash një artist i mirë, një krijues që pretendon me qenë në nivelit çfarë duhet, patjetër se krahas punës praktike duhet edhe me vizitu, edhe me bili përpara u quante vizit pune, kur shkoj vizit studimore, kur ti ke shku në Itali, e ki pas për detyrë me vizitu Romen, Koloseumin, ki pas muzeun e Romës. Unë e kam vizitu edhe këto që i përmena, po e kam vizitu edhe Firencen, djepin e artit ku ka punu Leonardo da Vinci, edhe Michelangelo Buonarroti, edhe Tiziani, edhe Raffaello, edhe artistët më të mirë të botës. Kur i sheti ato mrekullit që ata kanë ditë në shekullin 14-15. A frymëzohesh, është... Njëherë mushësh. Frymëzim, edhe madje shkon në ndërdije, i shkon të i kvalifiku ato që janë për mua, ato tjera i mesin historisë. Po për shembull kur viziton muzet Louvrit në Paris, e kam vizitu që është një artist e ka detyrueshme të shkoj, ti vizitoj të zamë Mona Lisën, kryeveprën e artit botnor, ose veprat e artistëve më të mëdhej, Rubensit, Delacroix, të cilët kanë lënë gjurmë për njerëzimin. Ata kanë shku, po të zamë, kur i sheti ato vijat me laps që i ka përdor Delacroix, edhe i she ato gzhojat e gomës kur ka fshin, janë ato, original. A ka përta ki thonë për shembull, puna jam është zero, çka ka bukë? Dhe me thonë, e ki në vlerësu punën tone, kur e ki pa punën e Aja duhet ndodhë për një qast, por jo të shëndrohet në zhgënim, në asnjë mënyrë. Normalisht. Sepse secili artist e ka rrugën e vetë, e ka stilin e vetë, mënyrën e vetë punës. Dhe më thonë, secili është i madh për veti. Normalisht, ajo nuk bën në uqë Por mësust, ose ata udhërrëfysit që na kanë mësu historinë e artit, ata duhet respektu edhe duhet mësu. Duhet mësu sepse ata e klasiket e artit. Picasso, tash që është modern shekulli 20. Po edhe piktor shqiptar, Ibrahim Kodra. Ibrahim Kodra të zamë është një prej piktorëve më të mëdhej të Evropës shqiptar, i cili krahas Pablo Picassos është njoft në për galeritë e Italisë, të Francës, e Gjermanisë, po edhe tash kemi piktorë të jashtëzakonshëm. Edhe normalisht, shpresojmë shumë të mos të vdesin kur artist që pikturojnë edhe që kanë prirje për piktura, a mundesh me më tregu ku ke ekspozu mas shumë të piktura, edhe a ka pas rast në kush që ta ka thonë, ti për shembull e ki bo pikturën, se
unë si që thash edhe ma herët ti e she me sy tjetër. Edhe me të ka thonë dikush që qa ki bo këto, që ka kjo piktur kështë. E që shenë dite? Unë kam shumë, jo klient, po kam shumë adhërus të artit që vine për rësitin për Kanadas, Amerikanë dhe pata që tash javën që shkaj, edhe marrin për rësitin piktura. Njëherë më ka ndodhë njetë, njerë e ka përësit një piktur prej Anglije, shqiptar, mjek, edhe ai si element e ka kërku diellin, tjetë në fokus dielli. Por tash kur ti thush piktorit, e du diellin, ajo kish me qenë banale në qoftë se ti e vizaton bukfalisht diellin. E të më thotë, që ti po e thu diellin edhe unë po menoj veç diellin me vizatu edhe... E pra, tash imagjinani në qoftë se ti e vizaton një diell rrumullak. I verdh, për rrëth, pak kuqe, pak... Pak reshat. Jo, ajo kish me qenë një kopje keqe. Po diellin, kur ti thush dielli, aty e ki burimin e dritës. Aty, për shembull, e kuqja, tash, kur është në ndikimin e diellit, bëhet e kuq ramt, bëhet portokallët, bëhet, do më thonë, refleksionet e diellit në pikturë. Në temë çfarë dush, s'ka rëndësi. Ose lule dielli. Lule dielli sa bukur është, merr formë. Sa është, po. Të me thonë, apo shë artisti... Ati si ka pëlqy edhe se ka marrë pikturën. Ata ka këthy. Ja, ma ka këthy edhe më ka ardhë pak i nati për të kalëzit drejtë. Normalisht. Po i thash, më vjen keq për i nivellet të shkollës. Doktor, thash, mi thonë zonësit klasës parë vizato ma diellin, a i të e qëtë detin pak, dielli, pak prendimin, që shtu shkone ja. Si ju bukvalisht diell. Po dhe ka menu, a i vishë në diellin edhe me përfundu e çdo sen. Edhe zakonisht... Sinqer shumë e bisedë me juve se erza se po e shtrani mirë pyetjet, jo pyetje klasike kështu, por që po bashkë bisedojmë rreth artit, rëndësisë. Sa më ka ra për me pa artista kështu, piktura, e vrej që janë ma ndryshe, kanë stilin ma ndryshe, zakonisht kanë disa gjana që jo që ju jeni ma ndryshe se tjerë. Po për shembull e shoh, ose i kanë flok ma gjata, ose kanë stilin ma gjon, ose, apo kupton, janë pak ma ndryshe, pse? Flasin ma shumë. Jo. Flasin fare. Jo, po zakonisht i kanë citoje, pse? Po. A është kjo, edhe kjo ide e imagjinatës t'juja, po qysh vjen kështu? Tash, kjo bot një si lloj propagandë, tash me një lloj... A je detajist edhe në beshje, a bo është detajist edhe në flak, a bo është... Një marketing i bot artistit, po është e vërtet se arti mirë fillt të humanizan, numër një të bën ma të but, bën ma human, ma të njerëzishëm, por larë qoftë, në qoftë se nuk shkon arti mirë, e përplasesh me ngjyra, ti edhe njetë ki mu përplasë. Ki me qenë shumë arrogant. Po. Kështu që në përgjithësi artistët, aty këtu, gjatë historisë nuk më pas, se ka pas edhe arrogant, për shembull Van Gogh i famshëm, artisti i famshëm, kur është ndodhë në udhkryqjet e jetës vetë me hallet, problemet e veta, jo mu shit piktura, e së mu shit piktura, e ka prej veshën e vetë. Dhe më të e ka qenë një akt ndoshta e dhunës që ka shprej ai ndaj aftësive të veta. Ose plot gjatë historisë edhe kontraverze, por e përgjithshme artistëve është që kanë shpirtin ma human, e shohin ma me kolorit, jo veç bardhëzi. Edhe jeni detajista në shumë gjana. Për shembull kur e përmend Romen, zakonisht gjithë janë të flakt për me shku me pa Romen, e me shku për shembull me pa shkon e sheh dhe thu, s'ka kaq ashtu që shdoket. E ju e sheni ndryshe, ju rrini të thonë për shembull, ua, sa bukur del që kjo me pikturu, sa mirë del që ky sen me bo me qitë në piktur. Dhe me thonë, jeni shumë detajista, imagjinoni shumë ndryshe, edhe keni shije në shumë gjana. Interesant kjo, faleminderit për komplimentin e këto për artist, po të tema, të përgjigja tema, ndoshta ki pas këtë pyetje më bëma vonë, por që unë po ta paraprit. Një artist duhet përcaktohet edhe për temën. Jo, si të qotë me ngjest, merr brusha, gjumë, gjyrë, edhe ajo nuk është. Se ditën kur do me fillu që i thu, i bëm plan programin ditor, që kene bo qëta, normalisht edhe ju duheni. Primare është, domethënë,
Krijuesi atë që ka mendje, ndërdije, ta hudhën skicat, bën ushtrime, skica njerë, ta provoj cila variant përshkan. Edhe varianti i fundit është piktura. Vizatimi në piktur është numër 1. Në qoftë se vizater, në qoftë se një portret, e vizaton keq, ti bën janë ngjyrat bukura sa dush, nuk është ai. Nuk del bukur. Nuk del, kështu që gjithmonë vizatimi analitik, vizatimi studimor që është temeli i një pikture. Sikur temeli i shtëpisë. Nëse ti e bën me pallat bukur, po s'ka temel, nuk qëndron. Ja pra. Edhe njerë do të kthejmë aty te vizitat që kom pas në për qendrat, jo vetëm unë, po gjithë artistët, në për qendrat ndryshme të Evropës dhe të botës, nuk kom shku krejt me dur gjepa, po unë kom pas ekspozita në këto shtete që i përmene, kom shku bashkë me piktura. Këto piktura që sot do t'i shihni, këto kanë marrë pjesë në për konkurse ndërkombëtare, në për ekspozita ndërkombëtare, janë vlerësu, shumë për tyre edhe janë shit, edhe kështu që ka njëherë e një mungesën e tyre që kanë shku, se s'kthehen ma. Nuk përsëritet ajo ma asnjëherë. Por, kryesor, më rëndësi është që bota e artistit përmbushet me krim, jo me fjalë thata. Unë për fund e kam një pyetje, i nderuar, mundesh me jep një këshill për gjithë ata piktorë që i humbin shpresat në piktura dhe thojnë nuk po du më mirë me këtë punë se s'kam të ardhna piksoj ose e lojnë ma anash. Shumë pyetje për këtë aktualitet është shumë, dhe më thonë, këshilluse. Për fat keq, një herë për thëmë për fat mirë, kemi shumë krijues të mirë, kemi shumë artistat mirë. Bili, mas lufte, na po shohim në për qendrat ndryshme edhe në Prishtinë në Prishtina Mall, edhe në galeri, edhe në për çdo qytet organizohen manifestime, ekspozita, me konkurse, ka vlera, dëpërtojnë vlera, qarkullojnë vlera. Po në mesin aty në vlerave ka edhe krime diletante që ndoshta nuk e meritojnë me u ekspozu për shembull në nivel kombëtar. Ta zëm. Unë për të trit, përveç inkurajimit që të merren me art figurativ, pavarësisht që po thuhet po na rrezikon inteligjenca artificiale, jo teknologjia, jo kjo. Artin figurativ dhe brushën nuk e zavendëson kur gjë. Unë s'kom provu, hala po tjerë, pi provojnë ta zëm një piktur me porosit aty në inteligjencë. Dela ajo po nuk e ka aromën, apo një erë këtu. Nuk atje mungon ajo aroma e ngjyrës. Kështu që i tham trive që mos të eksperimentojnë shumë me artin, me hudhë ngjyra, me shkel me ngjyrë, me ra me vitelajo, me trup. Disa eksperimente që ndështë ato letë bon eksperimentet, por jo për publikun, publiku e dënë punën, e dënë sikur pitën e pjekun, kur pjeket pitja. Nuk e dojnë me pa procesin që shka gatua. Edhe dojnë bukur, e dojnë skuqër ashtu. A mo ti munin që e ki bo aty kur kush zvet, a ki hek me bo? Jo, pra, se me një stash aty me parashit krejt, del banale. Unë nga zemra ju falenderoj DTV, Erza Krasniqin, Gëzim Feratin. Na të falenderojmë ty që ti ndave ko me neve, une të kërkoj falje edhe një hera. Asnjë problem. Edhe shumë falimderit, shumë falimderit. Përshëndes përveç tjerëve ekipit atje të juin, edhe Limin, Bacën Sali, që e ka Uda Saliut, edhe Sofra Saliut, se e ka. Po, Sofra Saliut, na të falenderojmë shumë. Unë e kom qenë në shpinë e juj, si musafir, edhe jem da, zakonisht. Gjithmonë. Gëzime. Falimderit shumë. Shumë falimderit juve.